a kanë me sjell zgjidhje, çto zgjidhje, kur përmendet te faktoret, a e determinon kjo pak një zbutje pasaj tensioneve të partive politike? Gjasat janë më të mëdha që pas këtyre zgjedhjeve të ketë zgjidhje, sepse thjesht subjektet politike do ta kuptojnë që në të kundërtën e dërgojnë Kosovën në humner. Ne brenda një viti tashmë do të kemi 4 palë zgjedhje, po 3 palë nacionale dhe 1 palë lokale. Nëse mendoj që deklarimi i zotit Hamza, Bedri Hamza, pas zgjedhjes kryetar, që nuk do të ketë vija të kuqe, që PDK-ja nuk do të ketë vija të kuqe, është paralajmërimi mirë dhe sinjalizon që ndoshta më lehtë do të jetë, por unë nuk jam krejt i sigurt që do të ketë zgjedhje. Dhe urime dhe përshëndetja zotit Kurti ndaj zotit Bedri Hamza në kryet PDK-s. Edhe kjo ka dhe elemente tjera, por nuk jam i sigurt që bashkë është lehtë. Pse? Tani pas tyre zgjedhjeve nuk duhen 61 vota, por duhen 80. Sepse në paku do të jetë edhe zgjedhja e presidentes. Po dëgjoj 2 palë zgjedhje, nuk do të ketë